Nga dita e nesërme e 19 shkurt fillon muaji i shenjtë i Ramazanit. Me këtë rast, në intervistën ekskluzive për televizionin Besa, i pari i komunës së Prizrenit ka uruar fillimin e këtij muaji të shenjtë, duke uruar agjerim të lehtë mbi të gjitha, duke uruar se ky është muaj i shenjtë, i bamirësisë, mirëkuptimit, sakrificës dhe mirësisë. Kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, uron fillimin e muajit të shenjtë i Ramazanit dhe uron tolerancën që mbizotron në këtë muaj në qytetin e traditës në Prizren. Është një moment i rëndësishëm edhe shfrytëzoj rastin që të gjithë besimtarëve t'ju uroj festën apo muajin e shenjtë të Ramazanit, edhe muaj i tolerancës, muaj i solidaritetit, muaj i humanizmit, edhe të rikonfirmojmë që ato vlera të përgjithshme universale humane do t'i zbatojmë edhe në jetën e përditshme praktike, sidomos gjatë muajit të Ramazanit, po jo vetëm gjatë muajit të Ramazanit, po gjatë gjithë muajve tjerë, sepse janë vlerat të cilat na fisnikrojnë shpirtin dhe mënyrën e jetës. Prandaj janë shumë e rëndësishme. Prizreni është i njohur për traditën e shënimit të muajit të Ramazanit dhe për kushtimit që tregojnë prizrenasit ndaj këtij muaji. Liri me ju në çdo iftar.